Gjyqtari i gjykatës së apelit Astrid Kalaja u ekzekutua me armë zjarri mesditën e djeshme në sallën e gjyqit. Ai u qëllua në sallë nga 30 vjeçari Elvis Shkambi, teksa po shpallte një vendim gjyqësor për një çështje pronësie ku ishin të përfshirë familjarët e autorit. Krahas gjyqtarit, Shkambi qëlloi edhe ndaj Rakip Kurtaj, 65 vjeç dhe Ervis Kurtaj, 45 vjeç babe bir, të cilët ishin pala kundërshtare në këtë proces gjyqësor. Ky është momenti kur forcat e policisë vrapojnë për të hyrë brenda ambienteve të gjykatës së apelit në Tiranë, aty ku gjyqtari po luftonte me jetën si pasojë e plumbave të marrë, ndërsa ky është momenti kur gjyqtari 62 vjeçar transportohet me urgjencë drejt spitalit të traumës, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ai nuk mundi të mbërrinte me shenja jete në spital pasi kishte marrë 2 plumba, një në gjoks dhe një në bark. Në pranga janë vënë autori i ngjarjes Elvis Shkambi, i cili akuzohet për vrasje, plagosje si dhe armbajtje pa leje. Xhaxhai i tij, John Shkambi, po ashtu akuzohet për vrasje dhe plagosje, pasi dyshohet se ka qenë në dieni të planeve të nipit për kryerjen e vrasjes dhe punonjësi i sigurisë së gjykatës Banush Koxhaj për akuzën shpërdorimi detyrës. Përpara bluve, autori i ngjarjes deklaroi se i kishte ardhur në maj të hundës me gjyqet. Po ashtu ai thekson se qelloi gjyqtarin Kalaja në momentin kur ky i fundit mori vendimin në favor të palës tjetër. Konflikti i pronësisë që autori dhe familja e tij kishin në dyert e gjykatës lidhet me një truall në qytetin e Shkodrës, mbi të cilin ngrihej një godinë vjetër ku banonin Rakip dhe Ervis Kurtaj. Ky konflikt prej vitesh zvarritej në gjyqe, ndërsa së fundmi çështja ishte kthyer në gjykatën e apelit, aty ku ditën e djeshme në orën 14 nisi seanca me drejtues gjyqtarin Astrid Kalaja me objekt kundërshtimin e veprimeve përmbarimore. Seanca zgjati rreth 90 minuta dhe rreth orës 15:30 kur gjyqtari Kalaja shpalli vendimin duke rrëzuar pretendimet e familjarëve të Elvis Shkambit, 30 vjeçari nxori pistoletën dhe pasi e mbushi në sallë, qëlloi disa herë në drejtim të gjyqtarit dhe palës kundërshtare në proces.